Muzeu Dioqezani i Shkodrës pritet të rihap dyert në fund të muajit shkurt, duke ftuar vizitorët të njëjën nga afër me trashëgiminë historike të besimit krishtian në qytetin me rrënjë të thella shpirtërore, i konsideruar si një muzeu unik në vend. Ai përmbledh rreth 700 reperte që dëshmojnë historinë, sakrificën dhe qëndresën e klerit katolik ndër vite, veçanërisht gjatë periudhës së diktaturës komuniste. Mas një periudhe të shkurtë ndërpremjet me pëlqimin e Monsinjor Perajnës, rihapet Muzeu Dioqezan. Muzeu u formu 10 vite më parë nga imzot Angelo Massafro me ekipin e tij përballë nga priftëri, arkitekt, historian, venas dhe italian. Muzeu është tepër bashkëkohor. Të gjitha repertet e këtij muzeu kanë didaskalinë e tij në spjeguese. Repertet e ekspozuara janë kontribut vullnetar i familjeve shkodrane, të cilat kanë ruajtur ndër vite objekte me vlerë historike shpirtërore. Rihapja e këtij muzeu nuk është thjesht një pasurim për Shkodrën, por mendoj që rihapja e këtij muzeu është një pasurim për gjithë Shqipërinë, për arsye sepse sa i takon tipologjisë, ky muzeu është unik në gjithë Shqipërinë. Muzeu Dioqezan do të jetë i hapur për vizitorë çdo ditë të javës nga ora 9 deri në orën 17, duke pasuruar numrin e muzeeve në kryeqendrën e Veriut.